Ata e din shumë mirë se çka kanë bërë me Çamrin dhe ata e kanë shumë problem. Është çështje tjetër, po ne flasim për raste të tjera që kanë të bëjnë me shumë se Çamëria. Unë kam hyrë te 3 urat, nuk kam qenë poshtë. Shumë se Çamëria. Është zonë shqiptare edhe ajo. Është zonë shqiptare edhe ajo. Okej, po çfarë problemi ka tani kur veten në Venizet te Eleftheros Venizelos aeroporti. Se këtë bëjnë përgjithsisht njerëzit inferiorë. Kur shkon në flasim. E di pse perëndimi tjetër, për shembull, se ne e quajmë perëndim dhe këtë. Po këta janë inferiorë dhe të kompleksuar. Këta e lindjen nga perëndimi. Këta janë perëndim nga halli, po në fakt shikojmë. Ata kanë probleme më shumë se ne. Nga shoqëri kanë probleme më shumë se ne. Nga publikimet e viteve të fundit kanë kuptuar një gjë dhe kam arritur të që dhe ta provoj. Sigurisht ata brenda territorit ton kanë strukturat e veta, të cilat i ndihmojnë. Dhe edhe mua penalizimi nuk ka ardhur nga Greqia, më ka ardhur nga strukturat e tyre në territorin e Shqipërisë. Ata janë cënuar më shumë. Unë nuk jam marrë me çështje që kanë të bëjnë me Greqinë apo me historinë e kaluar me Greqinë apo brenda territorit grek. Unë jam marrë ekskluzivisht me çështje të aktualitetit, pra kam ndënë në fushën time, që ka të bëjë me ngjarje konkrete, masakra e Peshkëpis. Nuk është ngjarje historike. Zgjedhjet e 2003-shit në Imar, nuk është një ngjarje historike, ku dojë flamuri shqiptar. Duke fillojë me operacionin fshesa... Varrezat greke, ato i kam vajtë në kurrizi, kam qenë migrant atëherë. Por, varrezat greke që tentonit në ndërtoheshin në Shqipëri pa marrëveshje, skandali i Kosinës, vim të ngjarje me Kacifasin, pastaj kemi zhvillimin e ngjarjeve të tjera, po në zonë, sidomos në kohën e Agimit Art, derisa Agimi Art u shpall një parti e jashtëligjshme, një parti e qartë e kristalizuar neofashiste në Greqi, dhe mbeturina bërthama të Agimit Art, janë ta që janë interferuar në partitë e djatha greke, dhe ata krijojnë në Shqipëri, sepse, e di pse stimulojnë këtë situatë, sepse përfitojnë nga kjo materialisht. Pra, paguhem për të bërë pikërisht të gjë. Dhe dëmimi i madh ne nuk na vjen nga grekët e Mirfield, po na vjen nga ata që nga shqiptarët greqisht folës, të cilët veprojnë dhe këtu brenda, kanë aktivitet, se ata janë përballur. Unë jam një vetëm përballur dot me gjithë atë shtet madh siç është Greqia. Por, duke thash gjatë fushatës vitit kaluar, arritëm të gjenim shumë materiale, jo se si ishte rasti Kacifas ka qenë për 5 vjet, unë nuk kam hyrë në kufiri Gjelbërt. Kam hyrë shkoja në një vend bashkimit evropian dhe nga aty hyja në Athinë. Dhe nuk kontrollohesha në aeroport sepse kisha hyrë në Itali ose në Spanjë dhe ajo ishte pikë fundore, nuk kontrollonte njeriu kur hyje në Athinë. Po këtë më mësuan kolegët grek. Bëj këtë rrugë thanë dhe ti do t'i shpëtosh. Derisa erdhëm te kjo pika që thash mbushi gotën. Unë aty nuk jam për interesat e mia, jam duke mbrojtur çështje që kanë të bëjnë me shtetin shqiptar, me qytetarët shqiptar, me ligjin dhe legjislacionin shqiptar. Dhe ky veprim është bërë në këtë kuadër, se ndryshe çfarë bënte ai? Ai të lindte të hyje dhe pa hyrti në Janin, të nxjerr një pikë post bloku atje, të merrte arreston dhe çop brenda. Pra, nëse ai do të kishte një indikacion tjetër, kush e pengonte ta bënte këtë gjë? Se pengonte më asnjë gjë tjetër. Por ai ishte i qartë që në momentin kur më pyeti dhe më bëri të qartë se për çfarë unë po penalizohem aty. Dhe mos reagimi i autoriteteve tona, fsheja si struci. Pra, tepër kemi bëjmë me raste të shtuara. Patjetër. Problemi. Verbëria dhe shurdhëria e shtetit shqiptar nuk është katastrofale. Atëra kemi ka dhe një rast tjetër, po që nuk ka lidhje me gazetarit, që Ministria e Jashtme ka heshtur, biles përkundër që nuk ka heshtur. Në vitin 2022 kanë hyrë për gati 15 ditë rresht anijet e kërkim shpëtimit në ujërat shqiptare. Anijet e kërkimit të naftës në ujërat shqiptare. Hynin çdo ditë. Dhe këta nuk e vinin? Jo, nuk e. Unë i nxirja si komunikat operative çdo ditë, hyri kjo anije në këtë koordinat në këtë orë. Dhe këtu se çante kokë njëri? Jo, këta thoshin nuk ka hyrë. Nuk ka hyrë? Nuk ka hyrë, thoshin. Sateliti në ajër, i? Sateliti, gënjënde sateliti. Gënjënde sateliti. Pasi ti e verifikojnë me... Po unë, ajo letësisht e verifikoj. Jo ajo anje, po çdo anje në botë është e verifikuar. Gjatësia geografike, thoshin, jo, nuk ka hyrë. Nuk ka hyrë, e kupton? E kupton problemi i Tanit, i të gjithve neve, po këtë radhe i gjeti Tanit. Gjatyre ditëve. Problemi është që Tani ka ngel jetim... Më kanë ardhur shumë raste qytetarësh. Ka ngel pa shtetin nga mbrapa. Atëre ky shteti kompleksuar, inferior e të gjitha, a duhet të aplikoj reciprocitet në këtë rast? Nëse Greqia shpall 4 gazetarë, shpall dhe Shqipëria. Jo më të ketë integritet, nuk do më reciprocitet, nëse se bëjnë dot. Por e reciprocitet duhet fare. A ti se bëni ata po të shpallin e ti mje prej tyre? Shpallin
O Ylli, 100. o Ylli, ne shpallëm 100 Haralam shpallën Karafan. ata. Ba më Karafanën që kam qenë. Karafanën, po. Po, mbas rastit Kacifës, që a jeri nga bërja të trazirën aty, ne shpallëm Haralam Babi Karafanës me statusin non grata dhe në doganën e qafë botës, ma dje hyrin doganë si që edhe Sopiku të që ajo pika e kalim këfitarë atje, Sopiku. po, e shpallëm non grata dhe pastaj shpallëm dhe një eurodeputete qipriote, e cila po është, Lomos. po, edhe ajo hyrin territor shqiptar. Bëjmë pyetje tjetër. Po bëri veprime konkrete. Qartë. Kurse në rastin konkret, unë në Greqi, le që s'kam asnjë lloj aktiviteti, përveç se kam qenë i ftuar në mediat greke nga televizioni publike e RT-ja, edhe drejtë. Fusandri një shumicën e atyre gazetarëve investigativ që ka Greqia me Papa Qela, me Makis Tranfilopoulos, me Tasos Teloglu, që kanë bërë dokumentar, do të thonë, edhe në Shqipëri kemi shoqëruar, pa asnjë lloj kokçarje, as i ka gjurmuar njeri, as i ka ndjekur njeri. Kurse në rastin konkret, se qytetarëve ja bëjnë për ditë ata, da ditë çishon. Ja bën një tjetri, e ktheu mbrapshta ai ata dhe i tha ti Përderisa ta bën ty, ai qytetarit ja bën një mirë. Ai kur arrin në këtë pikë dhe kur shikon që ne autoritetet tona nuk bëjnë as minimumin asaj, ore një not protesta atje, thjesht për këtë rast, nuk po them të bëjnë gjë të madhe. Ke dëgjuar në reagim ti deri në këtë moment? Jo. Madje më shumë u reagua për rastin e një kolegu ton, që është korrespondent në Gjirokastër, dhe shumë mirë, bë që doli dhe ambasada sërbe në atë rast dhe reagoj, se sa në rastin kur kemi të bëjmë me gazetarë shqiptar me një vend të Bashkimit Evropian. Dhe po të shikosh, se edhe mediat tona më shumë kanë reaguar mediat greke, qoftë edhe duke të sulmuar, se sa mediat tona, po të shikosh këtë disa media që janë gjitur aty, janë afër me udhëheqësin, që se njohin fare këto e relativizojnë. Një mik i emisionit, zoti Nikol Gega, më shkruan se kë nuk e di mirë këtë punë, po pse thotë nuk telefonoj zoti Hoxha, ambasadorin tonë në Greqi, o zoti Nikol, po ku të hapa ambasadori telefonin? Ka dhe punë tjera, në një benzinë, në një naftë, në një punë që ka që regulon në për Greqi, ku është në Athinë. Gjithsesi, Ylli, ti shumë faleminderit për temën sot, që po i jep zë. Unë besoj që edhe për rastet e tjera, se thash ka të bëj. Këtë përjetësisht kot ta kanë futur ty, sepse kur tani në qoftë se me marrin këtë gjatin dhe e futin geopolitikisht tani, pampe e futin në Bashkimin Evropian, hapen kufit dhe ty s'kanë ku të kapin, apo të kapin brenda. Kur do hymë Bashkimin Evropian? Ti beson që do hymë dhe ta? Nuk nëse ju në tjërë. Po jo më në vëndi. Po të marrin të futin ata, pse në NATO si ju futet ti? Ti s'kishe hunjë për të uraur, ti s'kishe hunjë për... Ti, o zotri, të mera i dhe të fut me zorë në Bashkimin Evropian, se ti s'kishe hunjë në NATO si yre ti. Si jo pushkë, po hunjë, s'kishe, edhe u fute në NATO. Tani të mera i me ekshu dhe të fut në Bashkimin Evropian. Kupton? Të fut dhe ti tani, ti aty i kënë ratë, kote të kam bërë të prietsh. Do presim, inshallah jetojmë deri sa të arrim asaj dite. Jo me është tani shpejt. Aja arrim. Në Athinë, se që me thotë Rozhani, që të thotë kënjërë, nuk e kuptoj. E është vajzë e Lona Idaragës ambasadorët. Nuk ka rëndësi. Po s'ka rëndësi, e vajzë e mire, gjitha për shlidhe. Unë jam në teritorin unë jam qytetar e Republikës Shqipërisë. E kam aktiviteti në Tiranë. Tani... Fole ti me këtë zonjën, vajzë. Po sigurisht me fole me... është shumë e sjellshme. Më mori ministri, ata kam ngritur një... Unë e kam djorë një intervistë, pa diskutim. Por, kjo gjë nuk ka asnjë veprim publik, po flasën se kjo mund të jetë njeri shumë i mirë, po mua më kujtohet një ambasador tjetër. Unë mbase shkoj nuk shkoj nga Mali Gramuzi, ose nga Leskoviku, se ndej kam ikur. Pra, shkoj andej më prap, do marrë atë, dhe a fusë në këmë, se shtigjet nuk kanë të shuar. To janë, po të kapin brenda, pëse? Pase po të kapën, qari jo, se këtë radhë. Të kapin në Athinë dhe futesh në Burg, o zotri. Jo, nuk është vepër penale. Jo, shi që ka ndonë të radhë. Edhe kur je... E fusin, se e marrin si refugjatë. Po që, nga Trovarukën do të të këtë? Zoti Meqollari, ndryshe nga heke tjera, kur ne hynim nga Mali, sa ti e në kampe. Ne kemi hyrë nga Mali, ne nuk jepim mas identitetin ton, nuk na kanë marrë gjurmë gishtësh. Është hera e parë që mua më marrin gjurmët e gishtave atje. Pra, kur trajtohesh në këtë nivel dhe nëse të kapa i brënda, ky është problemi. Se gjurmët e gishtave i merë në çdo... Tani, s'ka pa të kontrolën arrogante. Jo, dakord jam, po shiko. Unë të tregova rastin ty me... Nuk ti marrin gjurmët e gishtave. Pas një afati që do t'jem korekt, ka dalë që... Ne udhtonim shpesh unë me Lipen dhe me gjithë spinim. Gogja, ti e di këtë punë. Sidomos në veri të qisë këte nga Anes Selanikut, po dhe në asë. Një gjitha ndoj, iknim vazhimish. Dhe tani ata ndoste që me arogancën që kishin për plasin dhe me këti njeri, që s'kishin asë një arsye. Me të gjithë në gazetarë s'kishin, po sidomos me ata s'kishin.
Dhe përplaseshin dhe me atë, me arogancë. Jam dakord, po vetëm kanë do të bëjmë një natyrën. saksi dhe për arsye të audiencës. Prej datës 1 nëntor është, ju e dini fort mirë që merren dhe shenjat e gishtave, edhe Ka filluar kjo proces. sepse edhe pastaj nuk merre më dhe se s'ka nevojë më të marrësh vul, se futesh në sistemin evropian të... Kjo bëhet kryesisht për fluturimet ajrore. Tani shteti... Sepse në Dogan, në Kakavi, nëse bën këtë procedurë, radha ka për të arritur deri në Memaliej. Pra, kur janë fluturime ajrore, është aplikuar kjo masë e re që është marrë, sepse kam parë vetëm e bashkimit. Po kryesisht për fluturimet ajrore, sepse aty dhe numri atyre që kalojnë është më vogël, dhe mundësit për ta bërë këtë gjë janë më optimale. Ora ka shtete që kanë hequr fare, ai merr vetëm retinën e syrit dhe ti kalon. Por ajo që është për mua, Ylli, në këtë rast, dhe po them, dhe prandaj nisa të falenderoj, që du t'i japim zë kësaj gjë, sepse është bërë në masë. Janë me qindra qytetarë, këto Po ditë, shteti i parita. që më kanë njoftuar Se se është si kanë turpi ndodhur. parë është për shtetin tonë. Po Ja pikërisht të kalojmë atë 16 dhjetorin. Shteti ynë a di sa është e turpshme. oficer policie, sa oficer ushtrie, sa punonjës të shtetit shqiptar. Ne të gjithë do të ngrem zërin fuqimisht, por mbi të gjitha ne sa të mundim, por shteti mbi të gjitha. Sepse tregohet inferior, tregohet mos ekzistent. Në 17 dhjetor Mund të gjesh një epitete dhe metafora për të përshkruar Do t'jetë tondi e listë. shtetet dobët dhe të mbaruar në këtë pikpamje. Po mbi të gjitha shumë inferior. Vazhdojnë ende në doganën e qafbotës ja u hedhin pasaportat njerëzve kështu, Si qenit. si qenë. Vazhdojnë sot e kësaj ditë dhe tha shumë bukur që nuk kanë nivelin e dur kulturor ato njerëz që shërben atje. Arroganca buron nga fryma që ka shteti, është kudo. Është fryma, Normal. nuk është veprim personal. Po Unë do të... polici tjetër sillet mirë, por në qoftë se ajo është në masë, ajo është arroganca edhe tek ne. Ti e ke parë kur sillet policia arrogante, kur fryma që ja karikon ai sipër, kur thotë ai futini të gjithë në burg, ai poshtë të shkrin kërbaç. Kur ai tjetër thotë stop, thotë, zbatoni ligjin, shikoni, zbatoni drejtat edhe lirit themelore të njeriut, atëherë ti fillon edhe sillesh ndryshe. Edhe me Greqinë, unë mbaj mend një rast ka ndodhur me një në kohën e kryeministrit të Republikës Maqedonisë, Gruevski. E di që ka bërë Gruevski? Ai që duket si fshat Jugoslav aty. Pra Gruevski i shkundi mirë, në Gjevgjelie më rastin në ndalimin ata, dhe Gruevski ka dalë kryeministri i Republikës Maqedonisë. Me njëherë reagoj, dhe nuk u përsërit më kjo gjë. Kjo është një rast për të treguar që pala greke e bën këtë gjë, atje ku gjen, se atje ku merr përgjigjen. Atje ku gjen, sigurisht se bënej. Para greke e bën vërtet atje ku gjen, dhe ne na ka gjetur. Nuk u bën dot thonë. Na ka gjetur. Po ne na e bëjnë dhe në njërë kësa më të vegjile, kuptojnë? Po patjetër. Arogancën. Po patjetër. Edhe Malazest, Maqedonas. Dakord jam, po ne nuk kemi më... Po jo kaq, jo kaq. Jo kaq.